Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Ju kërkoj shumë ndjes në fakt për këto video të pak më amatore, edhe pak ditë, edhe do të rikthehem përsëri në studion time, aty ku kam arritur të gjithë këtë suksesin, aty ku unë që kam duar trokitur kaq shumë në fakt jam befasuar me njerëzit në Shqipëri të cilët po më ndalonin në rrugë dhe po komplimentonin punën time. Pikërisht dua të ndaloj tek çifti të cilin unë e kam komentuar pafund. Tek çifti që kam sjellur jetën e tyre në detaje. Do me thënë bëhet fjalë për çiftin I cili rëmbeu zemrën e të gjithë shqiptarëve, Luizin edhe Kiarën. Ditën e djeshme në Instagramin e saj, Kiara Tito ka postuar një video që të gjithëve na tërhoqi vëmendjen. Një video shumë e bukur, një video fantastike ku Kiara tregon detajet e banesës së tyre të re. Do me thënë, nga fillimi e deri në fund, ato kishin shkatëruar gjithçka dhe kishin bërë sipas qefit të tyre. Nuk është banesa e njëjtë, do me thënë ku Kiara e ka promovuar në Goca dhe Gra, po e ka treguar shtëpinë e saj, kjo është një banesë krejt tjetër. Luizi siç duket kanë shitur atë banesën që e patën bler me njëherë pas daljes nga shtëpia e Big Brotherit dhe kanë bler një banesë tjetër e cila me metër katror ishte 115, do me thënë është mirë e qëndrueshme, mirë e banueshme. Në banesë kishte dhomën e Lunës, kishte dhomën e Ndenjës, kishte dhomën e Kiarës e Luizit, do me thënë ishte në çdo detaj e mirë menduar banesa dhe kishte një aredim shumë të bukur. Gjatë kohës kur unë po komentoj, ju po shikoni se si e ka përshtat Kiara banesën, do me thënë po t'i shohim gjërat në detaje, në dhomën e Ndenjës është përdorur ngjyra krem, do me thënë ngjyra të hapura, të cilat I japin shumë dashuri, pozitivitet, ndërsa në dhomat e tjera janë përdorur ngjyra më të mbyllura, gjë për të cilën Kiara mundohet që të jetë më në forë. Kjo në fakt ka marrë një vëmendje të madhe, ka marrë një ehon të madhe dhe është pritur me shumë dashuri nga ndjekësit. Që ta kuptojmë, Luizi do me thënë ka ndruar banesën e parë që e blen, kanë ikur kanë marrë banesë tjetër, sepse Kiara në një koment shkruan që nuk ta jep tek kënaqësinë që po ta jep kjo banesa, do me thënë me një balkon të vogël, nuk e ka atë verandën e madhe, por ishte shumë e ëmbël. Kiara me pas diskutim që ka një shije të bukur në këto gjëra, do me thënë këtë e ka treguar dhe në Big Brother që dihet bën aredimin në mënyrën më të mirë të mundshme dhe kishte areduar banesën në mënyrë superiore. Ishte shumë e bukur. Unë uroj që çifti ta gëzoj me zemër të bardhë, themi le të vi me një djalë dhe të shijojnë të gjitha momentet, të shijojnë të gjithë kënaqësinë brenda këtij apartamenti që kishte një luks të papar.